Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve, uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh për ju, dhe mesazhi sot për ju është kam gjiku dhe fshesa. Dhe kanë një domethënie jo fort të mirë do ta thosha, po ta quaja, por që gjithmonë adresohet aty ku ka nevojë për të bërë diçka, për të ndërhyrë në këtë gjë. Kjo letër ka të bëjë me konflikt, tension, përsëritje dhe presion. Mund të tregojë grindje, debat, mosmarrveshje, por edhe zakone ose situata që përsëriten vazhdimisht dhe janë bërë lodhëse. Ka një përplasje që duhet adresuar të dashur binjak. Mund të jetë një debat i vogël apo një konflikt i brendshëm me veten e juaj. Mund të jesh në një situatë ku je duke u përsëritur, duke bërë të njëjtat gabime apo duke u futur në cikle që s'të çojnë asgjë kund. Flet për tension verbal ose emocional, dikush mund të jetë i ashpër me ju, ose ndoshta ju jeni duke qenë të ashpër me veten e juaj. Po ashtu është simbol i pastrimit përmes përballjes. Ndonjëherë duhet përballesh për të pastruar ajrin, për të vendosur kufi ose për të dalë nga një lodhje mendore të dashur binjak. Siç thash, shembujt janë debate në familje, në punë, në qift, ndjenja e lodhjes nga rutina e njëjtë ose nga sjellja që përsëriten. Një nevojë për t'i thënë gjëra troç, edhe nëse ndjeni të tensionuar. Ndonjëherë është edhe thjesht mërzi dhe stres që shpërthen pa ndonjë shkak të madh. Mos harroni të dashur binjak, kur fjalët të nxehen dhe tensioni rritet, ndonjëherë duhet të plas stuhia që të pastrohet qielli, ashtu thon, mos i fshi ndjenjat, por zgjidh të shprehesh pa u lënduar as vet e as të tjerët, të dashur binjak.